Zot Dyshniku, do kalojmë ke sistemi pensioneve, po ju përmendët pak më parë sa i përket shkatrimit të pasurive kombëtare dhe një sektor ka qenë edhe ushtria në këtë aspekt. Ju keni qenë ushtarak në kohën e periudhës së sistemit komunist. Si do ta krahasonit atë periudhë të fuqisë ushtarake me këtë të sotmen? Shiko, nuk bëhet krahasim. Ai ka qenë tjetër sistem. Kishte të tjera marrëdhënie ndërshtetërore edhe brenda vendit. Po jo, se ka i propagandë që thot atëherë kishim ushtri prandaj. Atëherë kishim ushtri, tash s'ke ushtri, ajo dihet apo. Kjo është propaganda apo është? Jo, e din të gjithë kush ka qenë zbor. Shiko dhe filmimet e paradave që janë. Nuk ka nevojë të tregosh, edhe Kim-Jong ka raketa më burr. Nuk po flasim për këto ushtrinë. Të gjithë kanë ushtri. Të gjithë kudo ka ushtri. Harxojnë. Sa më shumë diktaturë tjetë, aq më shumë harxohet. Do të thosh që pse Amerika që harxon ka qenë diktaturësh? Amerika nuk s'ka sa mi dot ne as me Amerikën, as me Kinë, as me Rusinë, as me Francën, me Gjermaninë. Tashi ne jemi çiksi tangëlliksa kështu. Se kështu thotë ky. Kjo thotë është e para në Evropë. Këtë kemi bërë kullën më të lartë në botë. Këtë kështu, do ky vuan për nga deliri i madhështisë. Ky do të matet me gjë. Ore çaj shërbim popullit tonë. Nuk kanë vlerë këto. Ai ndërton kulla. Çfarë kullash janë këto? Këto janë shëmtira. Këto janë shëmtira dhe nga ana arkitektorore edhe për ta parë. Pa i Michigani me 12 milion banor, qyteti më të madh ka Detroitin. Ndërtesa më madhështore është ndërtesa rezidenca e General Motorsit. Ke shef ta shohësh. Por edhe për qartë ka lulishte parqe. Nuk ka ngjitur në beton. Ka parqe pafund. Fusha sporti pafund. Të gjithë plazhet janë publik. Shbëhet një krahasim tillë. Ky vun nga deliri i madhështisë. Ore lagjet janë geto, lagjet tona. Unë jam në Zberish atje. Është një geto. Po si Zberish jam më keq të tjerë atje nga bregu Lumit e tjerë. Se ky bën rrugë, autostrada, se aty është leku. Te autostrada nuk është te lagja, një rrugë e vogël, ato rrugisë tona të vogla. Te ai koshi me të që mungojnë koshat. S'ka. Trotuarat janë cop. Pse ja ka dhënë ky? Trotuarat. Hapësira me disë pallate, pse ja ka dhënë kafeneve. Ky do në Gjermani thot kafja është lëngështeja. Këtu te ne thot kafet janë plotë, se kafja është e mirë këtu. Ky mburret me kafenen. Po kush mburret me kafenen? E para një kafeneja, një kafene mbushja plot, është shenjë dembelizmit. Një, e papunësisë, 2. Edhe e mungesës së institucione artistike, sportive, kulturore. Pik. Kjo është kafeneja. Ky mbyllet. Mburret me këto. Se ky është otoman, prandaj themun, ky ka kthyer Shqipërinë në vilajet otoman. Ky jep zhezdonje ato plazhet me zhezdonje me qira. Ç'a fiton ky? Ç'a fiton me ato? Ky në 20 euro që i merr zhezdongot ai privati, ky i merr 4 euro. 20% TVSH. Po vërtet ja merr ky? Kush ka shkuar në plazh dhe i kanë dhënë faturë TVSH-ja, kupon tatimor? I ka dhënë njëri atje? Askush nuk jep atje. Se i zomaj aparatin me korrent t'ja japi TV. S'ka. Po ti ke shumicën e shërbime ato. Dyqan buke, rroba qepës, fruta zazavate, qa shërbime celulare tjetër, si jep njëri faturë TVSH-ja, faturë kupon tatimor. Po mirë, nuk janë humbi këto. Këto janë informalitet, pavarësisht se ai është me licencë. Ai nuk paguan, nuk ka punë ky. Po, si mund të ndreq këtë? Po, bëhet kollaj fare, mo. Nuk ka nevojë për të jesh ekspert. Unë qytetari, nxirr një VKM, e kam thënë disa herë. Nxirr një VKM dhe kushto që blen në dyqan dhe merr kupon tatimor, do i kthehet mbrapsht në fund të vitit nga shteti 20% e TVSH-s. Sa ti e ke paguar kur ke vajt dyqan. Por në fund duke marrë këtë, kjo do bëjë që ti s'do vesh më te ai dyqani që s'jep kupon. Pra o do hapi licencë, o do regjistrohet, e pagoj taksa, taktime e tjera, kontribute për sigurim shoqërore e shëndetësore, o do mbyllë dyqanin. E ka të vështirë për ta bërë këtë ky? Pse se bën? Pse nuk e bën? Po Evropa, pse nuk dëgjon? Se shqiptarligjët tërë i dëgjon Evropa. To lajkat e lulket, ato atletët e kria, ato qollarët e i she edhe argaliset. Që ullet kënë gjujnë kërministës Italisë, argalisën tërë dhe
Qa është kjo? Ky është serioziteti. Ka plotësuar kushtet dot. Le ta thot hapur Evropa. Çfarë kushtesh ka plotësuar Edi Rama? Që interesojnë, që ka përfituar populli shqiptar. Asnjë kusht. Po bën reformën drejtësi. Çfarë? Reformën drejtësi. Reformën drejtësi, i pari që i kundërvjet reformës drejtësi është Edi Rama. I pari. Do thuash ti, si i kundërvjet? Jo me llafe. Jo me llafe. Se ti si mungojnë dhe llafe dhe ka kërcënuar. Spaku. Po si i kundërvjet reformës? Unë kam 20 vjet që jam në gjyq për pensione parakoshme. Dhe akoma s'kam mbaruar se ka aq dosje sa s'ka ku të me. Po sa probleme lindin në administratë, në popull, grindje, e padrejtësira që bën, shkeli ligjore që i bën, në çdo institucion shtetëror dhe bashkiak, ka zyrë ankesash, ka drejtori të marrëdhënieve me publikun, të komunikimit me qytetarët, etj, drejtori juridike. Pse nuk i zgjidhin konfliktet që ndodhin në institucionet e ndryshme shtetërore dhe bashkiake? Pse nuk i zgjidhin ata? Po i thon, shkojnë gjykat, se ky ka mbyllur zyrat, nuk ankohet atë populli. Shkojnë gjykat, të gjitha ka çojnë gjykat. Pra duke mos i zgjidhur ky me administratën që e ka të fryrë, duke shkuar në gjykat, janë mbushur gjykatat, janë të mbushur me çështje gjyqësore. Atëre, si do i zgjidhi gjykata? Si do i zgjidhi me këtë ngarkesë të madhe, aq tepër që u përgjysmuar dhe gjyqtarët dhe prokurorët? Pra, a është kundërvënie kjo? Evropa nuk e shef këtë? Pse ngeli t'ja them unë? Pse heshtin? Pse heshtin? Kështu është kjo punë. Zë Dyshniku, do të kalojmë tek sistemi i pensioneve. Çfarë po ndodh realisht me pensionet ku Edi Rama ka premtuar dhe ka dhënë 2 bonuse, një në dhjetorin e vitit kaluar dhe një tjetër tashmë në pranverë. A është duke stimuluar pensionistët apo i ka përdorur këto 2 bonuse vetëm për fushat elektorale? Këto bonuset e kam thënë, këto janë karamele për të tallur për gënjur fëmijët. Ky nuk ka nevojë na japi bonus. Edi Rama as ka nevojë ta japi në lek, nga ato që thotë ky s'kam lek. E kam thënë disa herë, po e përsëris prap, që ta dëgjojë dhe ata që s'e kanë dëgjuar. Rama duhet të bëj atë që s'ka dashur ta bëj, edhe s'ka nevojë fare të heq nga buxheti i shtetit. Por na japi ato që ai na i ka marrë, na i merr gjatë vitit. Konkretisht, një pensionist që e ka pensionin 200 euro, ai kuptohet do blej ushqime dhe shërbime, nuk do bëj biznes. Pra, në të gjitha ato ushqimet që edhe drita dhe ujë që paguan, këtij mbahet 20% TVSH. Pra në 200 euro, këtij mbahen 40 euro që i merr shteti. Pra pensioni nuk është më 200, po është 160. Pra mua ai më ka dhënë 160. Tani, mirë s'ket më japësh. Po këtë TVSH-n, pse s'ma kthen në fund vitit? Që në fund vitit i bie minimali 400 euro. E përpjet si mas sasisë, masës pensionit. Pse s'mi kthen në fund? Pra, po do të më kthesh ato që më ke marrë. Jo do heqësh ti nga buxheti jot, nga ajo lëmosha që më thua ti mua. Ç'më thua bonus, pse bën lojra bonuse? Të presun të më japësh bonus për vitin e ri. Në fund vitit më jep TVSH-n që më ke mbajtur. Pra, s'po harxon ato që më ke marrë mua. Thjesht, kaq thjesht është kjo. Tjetër, në faturën, mandatin që marrim në pensionet, midis tjerëve është kompensimi i bukës, vajgurit dhe gazit dënshëm. Është 150 lekë. 150 lekë. Tash këto janë. Kjo është VKM e vitit 1996. Sot mas 30 vjetësh gati, këto çmimet janë 10, 15, 20 fishuar. Pse se ndryshon këtë VKM ky? Kaq mjafton këto dyja që thashun, heqja TVSH-s. Dhe kjo e bukës që të jenë të kënaqur he për he pensionistët. Pastaj ajo tjetra, siç e ka bota, të lehtësoj të japi lehtësira në shërbimet mjekësore, shëndetësore.
edhe probleme tjera. Në kushtet tjera për në plazhe. Për të pushuar si bën bota që vinë turistë ato, ja ka paguar shteti. Pse mos i bëj? Pse ky bredh vetë lart e poshtë në 4 anët e botës, apo ministrat e zëvendës ministrat. Pse? Nuk ka pikën e respektit, ne jemi në stres që i kemi dhënë këtij populli. Tjetër, këto pasuri kombëtare që u gjendën në 90-ën, mbi tokë dhe në tokë, janë djersha dhe mundi dhe gjaku i pensionistave. A nuk pas kemi ne drejtë të përfitojmë nga shfrytëzimi i tyre që bëhet sot? Kush i shfrytëzon ato? Pse këta që kanë lindur mas 90-s, apo këta që janë qeveri mas 90-s, ne kryuset nuk pas kemi të drejtë të përfitojmë nga këto? A janë pasuri kombëtare? Po dhe ne, si njerëz, pjesë e këtij kombi jemi. Atë pse të logjikohet që ne s'kemi asnjë drejt, po jo vetëm kaq janë derdhur ato kontributet, kaq kemi ne, s'kemi lek, s'është hiç e vërtet. S'është logjik, është logjik kriminale, përballëse, diskriminuese për pensionistët.